Mirë se po takohemi të dashur me të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që çdo të diel në ora 16 jeni pranë televizorit tuaj për të na shikuar dhe për të shikuar materialet që kemi përgatitur për gjatë 2 orësh sa do jemi bashkë. Këtë diel emisionin e nisim me oftalmologun Dr. Afrim Shabani nga Klinika Gjermane e Syrit, ku do të flasim për sëmundjet që mund të çojnë në verbëri. Gjithsesi çdo sëmundje trurit, zemrës na lidhet edhe me syt. Janë disa sëmundje që na dërgojnë në verbëri. Patjetër dhe me thonë, kemi një okluzion i arterjes të retinës. Me kuptu kështu, tash kuston është një infarkt i syrit. Në pjesën e dytë do të ndalemi në Spitalin e Varësive Rezonanca 3. Secili pacient që hospitalizohet në spitalin tonë u administrohet një numër i testeve të standardizuara, të cilat bëjnë matjen e niveleve të ankthit dhe të depresionit. Në bllokun e 3 do të flasim për festivalin Kokrat e Rrushit këndojnë, që mbahet në Rahovec, dhe do të dëgjojmë një nga këngët që do të prezantohet në këtë festival nga Eliza Dula. Qytetarët komunës Rahovecit, gjithë fëmijëve të Rahovecit, i kam afru një festivali i cili vërtet ka vela shumë të lartë artistike. Njihemi për Rrushin dhe për burimën e Rrushit, po ashtu edhe për bukurinë e saj, më ka rënë ide që më bëni këngë për Rrushin. Papi, të lutem shumë, më merr me vreshta të vi dhe unë. Në rubrikën e magjikëve të vegjël do të kemi të ftuar notuesen Bora Ademi, e cila po korr medalje si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. Siç e shihni edhe këtë në Dubai, edhe këtë. Kurse këto për shembull janë në kampionatin të Kosovës. Ndërsa në rubrikën e recetave të shëndetshme, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi do të na mësojë një recetë të veçantë me rrush. Është i dëmshëm nëse të projmë, ka shumë rëndësi sasia, ka shumë rëndësi koha kur e hajmë për shkak të aktivizimit të insulinës, sasisë sheqerit të glukozës që ja jep trupit. Takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Klinika Gjermane e Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3,